Salla e Kuvendit është simboli demokracisë, ku merren vendimet kryesore që formsojnë të ardhmen e shtetit. Arkitektura dhe historia e saj jo vetëm që pasqyrojnë evolucionin politik të vendit, por shërben edhe si një vend grumbullimi për njerëz me pikpamje dhe ide të ndryshme. Ndërtesa e Kuvendit është një nga objektet më monumentale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për të cilën u shpall një konkurs për projektim në vitin 1930, ndërsa ndërtesa u ndërtua në vitin 1933, sipas projektit të arkitektit çek Viktor J. Hudak. Në vitin 1967 u bë rinovimi i parë i ambientit të sallës, ndërsa pamja e sotme është fal rinovimit të vitit 1998-99, kur u vendos një ambient i ri, pajisje të reja të ndenjësve me tavolina pune dhe një tavolin e veçantë për kryetarin. Është instaluar sistem automatik i votimit, sistem audio dhe video, si dhe pajisje për transmetim të drejt për drejt televiziv. Pajisje për sistem audio dhe video, pajisje për transmetim të drejt për drejt të seancave të Kuvendit në galerin ekzistuese ka kënd të veçantë për antarët e kabinetit të presidentit të shtetit. Në galeri ka 4 kabina, nga të cilat 2 kabina për përkthim simultan, 1 kabinë për teknologji dhe 1 për televizion. Salla ka një gjërsi prej 14.5 metra, një gjatësi 21.3 metra dhe një sipërfaqe neto të dobishme 310 metra katror, ndërsa lartësia funksionale e sallës është 8.9 metra. Salla është e pajisur me pajisje të përshtatshme, monitor që tregojnë orarin e deputetëve të regjistruar për diskutim, si dhe tregojnë rezultatet e votimit. Seanca e parë në sallën numër 1 të rinovuar, ose në sallën e Kuvendit, u mbajt më 19 maj 1999. Salla e Kuvendit, ose salla 1, nga 3 dhjetori i vitit 2015, riemërohet në Salla Maqedonia. Të gjitha muret, deri në lartësinë e galerisë, janë të veshura me dru, ndërsa muret mbi panel janë zbukuruar me 4 mozaik, të gjithë me tema të veçanta të punuara nga artisti Gazafer Bajram. Tavolina e krye parlamentarit ka pajisje të plota për drejtimin e seancave plenare, si për kryetarin, ashtu edhe për sekretarin e përgjithshëm të Kuvendit, ndërsa ka një tavolin të veçantë për operatorët e pajisjeve, për regjistruesit dhe në mes ka një foltore. Ulëset e deputetëve janë të renditura në 3 kolona, me nga 10 rreshta secila, të vendosura në një dysheme të denivelizuar me 160 ulëse, 60 në vrendin e mesëm dhe 50 në ato anësore. Në pjesën e djathtë, si shihet nga kryetari, në 5 rreshtat e parë ndodhet qeveria. Në parterin e mesëm dhe në atë pas qeverisë, ulen deputetet e shumicës qeveritare, ndërsa një pjesën e majtë deputetet e opozitës.